30 ditë para shfaqjes së famshme, Bad Bunny u shpreh se bota do të shpërthejë dhe ashtu ndodhi. Performanca spektakolare e Bad Bunny në Super Bowl 2026 u shndrua menjëherë në një fenomen global muzikor. Ai ishte artisti parlatin i cili performoi thuajse të gjithë setin në gjuhën spanjolle dhe ndryshe nga artistët e tjerë nuk zoti që të shfaqej me veshje prestigjioze, por me një kombinim gazara. Ai gjithashtu solli dhe të ftuar special, një prej tyre ishte dhe Lady Gaga, e cila performoi një version salsa të këngës Die With A Smile dhe më pas u bashkua për të vazhduar festën. Ricky Martin gjithashtu këndoi Lo que le pasó a Hawaii, duke nderuar kulturën porto-amerikane. Të ftuar të tjerë special ishin dhe Pedro Pascal, Cardi B, Karol G, Jessica Alba, të cilët dhanë një atmosferë feste. Bad Bunny përdori këtë platformë për të festuar kulturën latino-amerikane, duke përdorur simbole siç ishte flamuri dhe muzika reggaeton me rënë latine. Në fund ai shfaqi mesazhin "The only thing more powerful than hate is love" dhe spikati një top futbolli me frazën "Together we are America", një deklaratë e qartë për unitetin dhe për përfshirjen. Performanca, dhe pse nga shumë shikues u përshkrua si gëzim dhe fest, solli debate të forta në politikën amerikane. Donald Trump e kritikoi publikisht duke i quajtur performancën një fyrje ndaj Amerikës. Ai e quajti atë të tmerrshme dhe një nga më të këqijat ndonjëherë, duke pretenduar se ishte një çështje e cila nuk përfaqësonte vlerat amerikane. Për më tepër, kritikoi faktin se pjesa më e madhe e këngëve ishin në gjuhën spanjolle. Pavarësisht sasisë politike, Bad Bunny theu rekorde jo vetëm si këngëtari më i dëgjuar, por dhe për shkak të memeve me momentet më pikante gjatë show. E thënë shkurt, Bad Bunny dhe show i tij u kthyen kryefjala e muajit.